Nesër njeriu ndryshon edhe ose atë kostum ka veshur në atë kohë, sot kanë ndryshuar kostum, është bërë më babaxhan, si më thënë, edhe retorik përgjithshme, po unë e shoh kartën e rëndësishme të përfaqësimit, çfarë do lloj partie të re, e shoh të rëndësishme për të rritur tani unë nuk ka shqiptarët që të ngrihen një ditë edhe dalin një individ dhe t'i thonë, ore, ky më pëlqen se i ka sytë e bukura dhe hajde t'i japin 71 mandate. Minimalisht do të provojnë. Edhe ti kur shkon të blesh bukën fjalavjen në dyqan, merri si mite zem fjalavjen një herë, nuk shkon për ditë, do e provosh një herë atë, pastaj të shkosh blesh për ditë, kështu që në të kontekstin e Zotit Bashën, do e provojnë sa ka ndryshuar, çka konteksti do hyjë dhe partitë e tjera do i shikojnë. Nëse përfaqësi 1-2 mandate, ky është fitore për ata. Nëse pas nesër mund të bëjnë luftë politike në parlament, zëri tyre është më i dëgjueshëm se e bën retorika nga kuvendi, nuk është më zë që ngelet në për rrjetet sociale, futën Facebook edhe dil nga Facebooku, akuzat mund të jenë më të, pra gjithçka varet nga veprimtaria politike, nëse këta njerëz zyrtar marrin mandat politik, gjithçka do varet nga veprimtaria e tyre politike, pastaj në parlament apo edhe më gjërë, nëse do e maksimalizojnë votën, pra mandatet në zgjedhjet e ardhshme, se për këto zgjedhje kanë kryer punë. Po sherri që ndodhi dje në tubimin e Partisë Demokratike në Elbasan, tregon që Partia Demokratike nuk ka dhe një lloj soliditeti, po ka një përplasje midis kandidatëve, qoftë në listë mbyllur, qoftë në listë hapur, të cilat nuk shprehin frymë ekipi. A mund ta edhe diçka se desha të thoj, se kemi ca me njerëz që dëgjoj e bëjnë muhabet, kur i thua se ky do marrë një mandat e mërziten, ose 2 mandate, se do të dalë çdo do të marrin nga 20 mandate, por nuk i marrin dot. Problemi është unë gjithmonë kam qenë me kon tok. Jo, kam qenë me kon tok. Kam thënë që një parti e re i mjafton vetëm një mandat përfaqësimi në parlament. Që mund të jetë kryetari apo një person tjetër me integritet. Sepse ai bën betejat e tij pastaj në kuvendin e Shqipërisë. Dhe një parti ka mundësi pastaj edhe të ngresë struktura, jo vëzhgues, ka mundësi që të tregojë se çfarë veprimtaria politike do të ndjeki, të tregoj për persistencën e premtimeve që do mbaj ose persistencën e akuzave që ndërtoi për qeverinë. Nuk ka nevojë të kenë, po s'patën 30 mandate këta janë dështuar. Jo, zotëri. Njerëzit përfaqësojnë, madje edhe nëse marrin mandatin në Tiranë, e zën fjala vjen Luzin Basha, sikur përmendë, Adriatik Lapa apo Shej, nëse marrin mandatin në Tiranë dhe u kanë dhënë premtime edhe këtyre të rrethave, e kanë edhe ata të rrethë përfaqësimin, pavarësisht se mandati është i Tiranës. Se ne kemi parë këtu që çdo deputet njëri ishte në Dipër, e ditë se as njifte as shkolla, as rrugë të Diprës, kryesisht jetonin në Tiranë dhe si lidhet asgjë me Diprën, fjala vjen. Kemi parë deputet që kanë shkuar në për nuk i kanë parë, votuesit e tyre nuk i kanë parë asnjë ditë sepse listat kanë qenë mbyllura të kryetarëve. Kështu që në këtë kontekst, një parti përfaqësohet nga veprimtaria e tij politike momentalisht dhe nga premtimet që mban apo nga betejat e saj politike. Kështu që unë nuk e shoh humbje nëse Basha merr një mandat. Se kjo është çudi e madhe. Nuk e shoh humbje nëse Adriatik Lapa merr një mandat. Edhe pse është me Endri Shabanin brenda. Që është parti tjetër. Por të dy bashkë ndoshta në zgjedhjet e ardhshme do jenë më të fortë. Sepse prandaj janë bashkuar që të krijojnë përfaqësi. Po ti do të tregosh betejat e tua politike. Unë pa të njohur fare, si të besoj unë ty. Që nuk je ai ndoshta që ke qenë, apo nuk ke një transformim tjetër në arenën politike. Pa mjafton pa vetëm një mandat ose 2 mandate që të bindin për dyshimin e këtyre. Kjo është narrativa e dyshimit. Një mandate, 2 mandate do heqi Berishën nga ai stoli qelbur që ka zënë që ka gjithë këto vite. Se një mandat për shembull mund të marrë një mandat, mund të marrë edhe Noizi po të bëhet deputet, por kjo tregon që politika shqiptare është e hapur ndaj reperëve dhe ndaj repit. Absolutisht. Unë nuk besoj se e merr Noizi, se Noizi mund ta pëlqejë me të dëgjuar muzikë, po mandatin shikojmë, mund të japin këto po. Po ideja është se kanë provuar disa personazhe publike kështu. Por edhe kjo është e bukur për shembull që Berisha po ta vesh re po bën fushat me stresin krah, kurse Rama me Noizin. Pra fragmentarizimi i repit i dikurshëm, se tash Noizi me stresin janë. Dje hasëm stresin rrugës aty shpërndate fletushka përpara kryeministrisë, rastisht isha me Ermal Peçën atë mikun ton. Po. Edhe më duk shumë i qetë, në sensin shkoj dhe aty te policia, dhe i qeshur, s'ka si gjë të keqe, më ti mund ndjekësh edhe Noizi më s'ka si gjë të keqe, kushdo qoftë çat keqe ka. Mund të keqe, unë shikoj si fakt pozitiv. Dgjoj, unë kanë filluar videot me bif repi, kanë thënë që kjo është një lloj evolimi, integrimi i politikës shqiptare. Më në fund, repi i cili është rebelimi ndaj sistemit, një lloj forme muzike,
u bë dhe një lloj forme gjuhës politike të liderëve dhe kjo është gjë për të suportuar, pavarësisht se Edi Rama këtë lloj loje ka filluar që me West Side Family, në? Ndryshe nga 2004-2005 në këngën Tirana. Ndryshe nga Noizi, stresi nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij politik. Gjithmonë ka qenë se për shkak të traditës, si thua, traditës familjare në këtë kontekst. Tani le ta themi këtë, po se s'desha me fol më shumë për këtë se na hajnë shumë kohë. Ideja është, unë besoj se po i afrohemi modeli amerikan ku artist apo njerëz shoqërisë civile apo ku dëgjon jo një shoqëri civile, po njerëz të zakonshëm, kryesisht që kanë një lloj fuqie në opinion publik, duke qenë edhe bloger, fjala vjen. Besoj se kanë filluar, kanë dalë nga ajo frika, si thuash, për thënë se kush është kandidati që mbështesin. E kemi parë te Berisha për shembull, kur kanë qenë dikur tek një televizion tjetër, kur mblidhte me 10 artistë, ndoshta nga artistët më në zënë në Shqipëri, dhe prapë dhe ato nuk i dhanë pushtetin, shumë vite më parë. Kështu që në këtë kontekstin parte kryetari i Bashkisë Tiranë që mbështetja për një parti është thjesht bindje, besoj, apo interes, nuk e di këtë. Ideja është që nuk e di se sa prodhon kjo në opinion publik, se sa ndikon. Por mos e cekën pak bashkinë. Me edhe pyetje imediate, mund kemi të bëjmë edhe me zgjedhjet të parakoshme për Bashkinë e Tiranës, nëse zoti Veliaj edhe mas vendimit gjykatës lartë janë diskutuar dhe kandidatë që kur arrestu zoti Veliaj, janë mërzitur se kanë menduar se mirë këto fushatën që kemi përpara, po do na duhet hyjmë një fushatë tjetër nëse ai s'del. Kupton se shumë e lodhshëm faktikisht ndjekur dy fushata. Në këtë kontekst unë besoj se mund kemi, për sa kohë, se treguesët kështu janë, nuk është se thonë që do ketë zgjidhje shpejt kësaj situate, edhe besoj se edhe indikatorët janë që zoti Veliaj nuk del dhe i rrezikohet mandati që t'ja heqin për shkak se jo vetëm vend banimit apo janë këto termat e tjerë, por nuk e di. Edi Rama është shprehur se Erion Veliaj e dënon detyrë, arrestuan detyrë, do ta dënojnë detyrë. Tani të shikojmë se sa e mundur është kjo. Ai që po thonë, edhe pyetja tjetër që më bëre për punën e Elbasanit, tilla raste nuk i bëjnë der fare. Me thënë drejtën, po, në lidhje me sherin, çfarë tregon nga ana parti kundërshtare, nuk i bën der fare sikur të ishin parti kundërshtare ose njerëz të zakonshëm që zdihen për parti, po ne kemi parë her pas here, kjo është gjë më e shëmtuar që mund ndodhi në gjykimin tim, sidomos brenda një grupimi parlamentar ose brenda një partie. Por edhe pse më habit mua se në PD nuk është as betejë e fortë, mos e mund të prisim ne nga Partia Socialiste se po zgjen me njërin tjetrin se janë garë për kush i merr. Ndodhin kavaj. Edhe brenda Partisë Socialiste ndodhin kavaj, ja. Po pra mirë, okay. Precedenti, nuk është se nuk ka qenë në të dyja forcat. Ore, aty e kuptoj. Kush në PD këta e thajt lista mbyllur është o burë, për çfarë do zgjen këta? Jashtë. Më kupton. Nuk krijojnë as, mi fjalë, unë besoj se edhe Tirana nuk ka më shumë se 13 mandate PD. Them 12, po 13, po i bëj qefin se mendojnë gjykimin tim se me sondazhe del që mund shkojë te 14 mandate. Po le mo çfarë thonë sondazhe është maksim, është tavani 14. Po. Është tavani 14, nuk është që marrin kapin të më. Unë besoj se 12, 13 nëse del Ilir Meta për shkak se ata dy të vetët i kanë në listë sigurt, pra Blushin dhe Xhixho i kanë në listën e sigurt Partisë Demokratike. 12 që kështu që duhet ta kalojmë pragun 30%, ta 30 sa i bjen, si 1/3 është listë mbyllur, se mund të marrë edhe 30.000 vota Ilir Meta, por nuk del nëse Partia Demokratike nuk e kalon pragun. Kështu që kjo është, pa i beson se i ka votat e tij, votat e partisë tij, Partisë Lirisë, që mund ta nxjerrë deputet, po të shikojmë. Pastaj hym terma të tjera, ajo problemi i betimit, nëse thash. Qartë. Andri, të falenderoj zakonisht për këtë bisedë. Faleminderit. Si gjithmonë është kënaqësi edhe për shkak të miqësisë që ne kemi bashkë, por edhe sepse ti je mik i këtij emisioni dhe mendoj që analiza jote racionale e ftohtë dhe e cila me shikon situatën qartë, i shërben qoftë edhe emisionit, qoftë edhe audiencës dhe publikut cilën e përshëndesim dhe që na ndjek.
për të krijuar pikpamjet e veta. Ne në fund të ditës ne kemi vetëm detyrën që të pasqyrojmë të gjitha shtigjet. Pastaj se kështë të marrin qytetarët për të bërë votimin e tyre, i takon atyre. Ajo që ka rëndësi është që të bëjnë atë që ata mendojnë, që është më e mira për ta dhe të votojnë ashtu siç ata kanë besimin dhe pritshmëritë e tyre. Në qoftë se kjo ngatrohet rrugës pastaj me interesa të tjera,